Your attention, please. They have no idea what it is like to lose home at the risk of never finding home again. Në këtë udhtim nisemi për Tiranë për të takuar të dyja familjet. Shumë emocione, përlotëse, kujtje ngrohtë, festimi 32 vjetorit tim, kujdesi ndaj mysafirëve, fotokujtim, dhuratë për motrën Dyson ID, suvenirë dhe ushqime nga Australia dhe Bangladesh për familjen, çmallja me shtëpinë dhe prindrit e mi vënë kallam sheqeri bio për herë të parë. Tani valizja është plot me dhurata për familjen time, në qenë se ne do ikim në Shqipëri. Herë të parë, pas se gëqa dhurata. Pasi paketuam gjërat në çantat për kace, të gjithë ishim shumë të emocionuar që alhamdulillah kjo ditë që të dyja familjet të takoheshin erdhi. Në këtë moment, prindin nga Bangladeshi mu duken si çift adoleshentësh të kohëve të sotme, që secili rri në telefonin e vet para se të flejë gjumë. Prindin nga Bangladeshi donin të provonin gjithashtu edhe eksperiencën e transportit publik në Gjermani, si autobusi, trami dhe treni, pasi gjatë gjithë qëndrimit të tyre ne kemi lëvizur vetëm me makinë. Prandaj këtë udhtim e filluam duke shkuar në aeroportin e Frankfurtit me tram. Të gjithë ishim shumë të emocionuar dhe entuziast, por sidomos biri që shikonte me pasion avionet e mëdhenj nga dritarja. He's screaming, Mama, big plane! What is Mama? Ja dola! Yeah, amu! Kaya nuti? Amu! Dhe ja tek jemi tek dera e avionit. Ndërkohë Ajani ishte shumë i gëzuar sepse mori disa aksesorë të vegjël për të luajtur në avion. Edhe Haribo? Qash ajo? Haribo, okej, po kjo qash kjo? Oh, famosi mamë. Vielen Dank, dass Sie sich für Lufthansa und Saarland entschieden haben. Wir freuen uns auf den nächsten gemeinsamen Flug und wünschen dir einen schönen Abend. Dhe më në fund arritëm në Tiranë. Më besoni që këtë udhtim ndryshe nga të tjerët nuk e kam ndier as pak. Pjesa më e sikletshme në aeroportin ton fatkeqësisht është shpritja karrocave të fëmijës. Dhe ja, momenti që e kishim pritur pas shumë kohësh. Biri dalloi drejt gjyqin dhe po ikte me vrap, ndërkohë nona doli përpara për ta përqafuar. Dhe pse prindërit e të dyve kanë folur disa herë me kamerë, takimi fizik ishte ai që kishte munguar. Imagjinoni ndjesitë tona në këtë momente. Familja ime ishte përkujdesur që të dhuronte lule mysafirëve. Ndërkohë, surpriza tjetër priste në shtëpi. Po, ishte ora 12 kur ne u takuam, që trokiste dhe ditëlindjen time. Realisht nuk ka si tortat tona në Shqipëri. Prindrit e mi ishin munduar që të mikprisin në shtëpi me më të mirat prindër nga Bangladeshi, kështu që i falenderoj dhe i dua shumë, sepse janë lodhur shumë. Ishte momente për të fjetur, sepse ditë të bukura na prisnin. Mëngjesi filloi herët, edhe pse të lodhur, me dëshirën për të eksploruar vendin, por edhe fruta të baçes bio. Biri e ka shumë qef rushin, prandaj nxitoi tek nona me bistakun që t'ia lante. Dhe sigurisht mëngjesin, si për herë prindërit ishin kujdesur që të ishte i shumëllojshëm, u prindë nga Bangladeshi të kishin mundësi të provonin shumë produkte. Por pjesa më e madhe ishin të baçes, së bashku me rushin që mori Ajani. Dhe midis shoqërisë së bukur të njëri tjetrit, ishte momenti të hapnin dhuratat. Dhe momenti që unë kisha pritur aq shumë,
ishte që t'i jepja prindërve të mi të provonin kallamin e sheqerit që unë kur e kam provuar kam ngelur, e mahnitur dhe kam rënë në dashuri me shijen aq të freskët. Dhe këto janë çokolladat që ne kemi sjell nga Australia. Kjo me raspberry dhe marshmallows është shumë e mirë, se kemi provuar. Dhe ishte diçka ndryshe që as unë as Kalla se kishim provuar më parë dhe ishin tipike në Australi. Edhe dairy milk që është tipike në Amerikë dhe në Australi dhe Kit Kati që domethënë ne kemi edhe shije këtu në Shqipëri, por në çokoladë nuk e di nëse është në këtë mënyrë ose në këtë stil apo jo. Ndërkohë, mami Kazës, kur pa pemën e shekës, donte që ta provonte. Prandaj mami im u sigurua që të këpuste kokrat e shekës dhe mund të ishin pak më të pjekura, duke qenë se duhej edhe pak kohë që të mbëlsoheshin. Dhe nga udhtimi ynë i fundit në Australi, kishim blerë dhe disa suvenir për familjen time, që i morë me vete së bashku me disa nga snacksat nga Bangladeshi. Nga vizita ime në Bangladesh, më kam pëlqyer shumë xhelit me shijen e liçit. Prandaj, doja që edhe motra ime t'i provonte. Kurse mango bar ishte hera e parë që do i provoja. Ndërkohë pasionia e Janit kur vjen tek gjyshi dhe nona është gjithmonë kujdesja e rosakëve. Këtë herë u përkujdeste që t'i jepte misër. Kurse për mua kur shkoj në shtëpi, dua të rri vetëm në shtëpi. Dua të shijoj të çmallem me çdo cep që më mungon çdo sekondë në Gjermani. Aty ku çdo lule, çdo kurth, çdo balt, aromë, deg, bërdur, ka shumë kujtime dhe sjellin shumë kujtime dhe mall. Aq sa kur zhytem në mendime, e lejoj veten vetëm për disa çaste, sepse në të kundërt do s'do mund të kthehesha në shtëpinë dhe jetën e re që kam krijuar në Gjermani. As sikur Shqipëria jonë e bukur të përmirësohej, as sikur ta përmirësonin. Ky udhëtim solli dhe dhuratën e ditëlindjes për motrën time, sepse ajo kishte 2 gëzime në një, kështu që i dhuruam dhuratën e shumë pritur, që kur e para gëzoi si fëmijë. Vetëm prisni derisa të shikoni stilimin e parë me Dyson. Në vazhdim po ju lë të gjithë videon e unboxing ose të shpaketimit të produktit dhe cilat pajisje përfshihen në të. Krerja e parë me Dyson. Gjatë kohës që ne merreshim me Dysonin dhe sa t'ja merrte motra dorën, jashtë kishte filluar shi dhe gjej në verandë prindin nga Bangladeshi që po flisnin me të afërmit e tyre dhe po shijonin pikat e shiut. Sa herë që vi në shtëpi, babi më shtyn që të haj fruta me shumicë, kështu që këtu po shijoja mollën. Ndërkohë mami për merak ishte bërë kafe turke që gjithmonë e shoqërojnë me ujin. Kafe turke ishte dëgjuar dhe e provuar për herë të parë për prindrit nga Bangladeshi. Me shiun që trokiste dhe të qeshurat tona, Dalgadal u ersua për të lajmëruar ditën tjetër.